A e dini qysh flajnë balenat? Jo, se dini. Njëjtë, si dhe kreqenet e tjera, edhe balenat normal që ka nevojë për gjumë, po mënyra se qysh këta gjitar flajnë është shumë interesante. Vertikalisht. Me i pa ngjasojnë si një trung druni që po peshon ujë, po faktikisht gjatë gjumit, gjysma e trurit të tyre është jashtë funksionit, ndërsa një pjesë tjetër rën aktive për me qenë në kontroll të çfarë do lloj rreziku, në këtë rast edhe grabeqarët që gjenden në deti, oqean, kudo që janë. Afërsisht pas 2 ore balena, pjesën e trurit të cilën e ka pas jashtë funksionit, e fut në funksion, ndërsa atë që e ka pas aktive, në një farë forme e fik që me pas komplet trurin të pushuar. E një fakt tjetër është se vrima e cila gjendet në kurrizin e këtyre gjitarëve, e që zakonisht e kena pa në televizor, internet, dikush edhe live, e kena pa që balena e hedh ujin prej qasaj vrime, po e njëjta i shërben edhe me balancu peshën, që gjatë gjumit mos me u fundos. Ndërka që balenat e vogla e kanë shumë ma thjesht, për mos me thonë që hazër krejt. Në natyre noton edhe duke i tërhekur, edhe duke fjetur në të njëjtën kohë, sepse të veçlit e saj fillojnë të fundosen, për shkak se nuk kanë yndyrë të mjaftueshme trupore për të notuar njëkohësisht.